Ke kaluar orë të tëra në atë sedilje. Jashtë nuk ka asgjë. Vetëm errësirë e plotë dhe, her pas here, një dritë e vogël që pulson në majë të krahut. Pjesa tjetër e botës fle. Edhe pasagjerët pranë teje. Por ti po pyet veten për diçka që shumë pak njerëz guxojnë ta thonë me zë të lartë, si është e mundur që ky tub metalik prej 80 tonësh po përshkon qiellin në mes të natës, pa parë absolutisht asgjë, me afro 1000 km/h, dhe prap se prap arrin saktësisht atje ku duhet? Përgjigjja nuk është magji. Është një nga arritjet më të sofistikuara të inxhinierisë që ka ndërtuar njerëzimi. Dhe sot do ta zbërthejmë plotësisht. Gjëja e parë që duhet kuptuar, dhe kjo do të ta ndryshojë mënyrën si i sheh fluturimet e natës që nga ky çast, është se trupi i njerëzit është një instrument krejtësisht i padobishëm për të fluturuar në errësirë. Nuk është egzagerim. Është thjesht fiziologji. Ditën, një pilot mund të shohë nga dritarja, të gjejë vijën ku qielli ndahet nga toka dhe ta përdorë atë si referencë vizuale për të mbajtur qëndrimin e avionit, pra pozicionin e tij real në hapësirë. Natën, kjo referencë zhduket krejtësisht. Dhe kur zhduket sistemi vestibular, ai mekanizëm i veshit të brendshëm që na jep ndjesinë e ekuilibrit, fillon të punojë kundër teje. Ky sistem është projektuar nga evolucioni për të lëvizur me shpejtësi mes 5 dhe 10 km/h. Me 900 km/h brenda një kabine të presurizuar, pa horizont të dukshëm, ai sistem dështon. I dërgon trurit sinjale krejtësisht të rreme. Një pilot mund të ndjejë fizikisht se po rrotullohet, ndërkohë që në të vërtetë po fluturon drejt. Mund të ndjejë se po zbret, kur në fakt po ngjitet. Ky fenomen quhet çorientim hapësinor dhe është një nga shkaqet më të dokumentuara të aksidenteve në historinë e aviacionit. Zgjidhja nuk erdhi duke parë më mirë nga dritarja. Erdhi duke parë plotësisht nga brenda. Që nga mesi i shekullit të 20, pilotët mësojnë të fluturojnë me instrumente, një disiplinë që kërkon diçka psikologjikisht shumë të vështirë, të injorosh krejtësisht atë që ndjen trupi dhe të besosh vetëm te ajo që tregojnë instrumentet. Më kritik prej tyre quhet treguesi i qëndrimit, një sferë e vogël gyroskopike që tregon gjithmonë pozicionin real të avionit në raport me horizontin e vërtet të tokës, pavarësisht nga ajo që percepton piloti. Ky instrument ka shpëtuar më shumë jetë se çdo teknologji tjetër në historinë e fluturimit të natës. Në avionet e sotëm, ajo sferë mekanike u zhvillua dhe u bë një ekran digjital i quajtur PFD, Primary Flight Display, që përmbledh në një shikim të vetëm gjithë informacionin kritik, lartësinë, shpejtësinë, qëndrimin, drejtimin dhe normën e ngjitjes ose zbritjes. Të gjitha të përditësuara në kohë reale, pa hapësirë për gabim. Dritarja, natën, është pothuajse thjesht dekor. E gjithë kabina bëhet universi i pilotit. Dhe nëse kjo të duket tashmë e sofistikuar, ajo që vjen tani e çon këtë saktësi në një nivel krejt tjetër. Para se të ekzistonte GPS-ja, avionët që kalonin oqeanet natën navigonin me një sistem të quajtur navigim inercial, i njohur me inicialet INS. Ideja është po aq elegante sa edhe trazuese. Avioni nuk ka nevojë për asnjë sinjal të jashtëm për të ditur ku ndodhet. Brenda vetë strukturës së tij ka një seri gyroskopësh dhe akselerometrash ultra të saktë, që matin çdo lëvizje, çdo kthes, çdo përshpejtim që nga çasti i ngritjes. Kompjuteri i bordit i integron këto të dhëna në mënyrë matematikore dhe llogarit në çdo moment pozicionin e saktë të avionit në planet me një diferencë gabimi prej vetëm pak kilometrash pas 12 orësh fluturimi mbi oqean. Mendoje për një çast. Avioni e di saktësisht ku është në mes të Atlantikut, në errësirë të plotë, pa marrë asnjë sinjal nga ndonjë satelit apo ndonjë kull në tokë. Vetëm me fizikë newtoniane të aplikuar mbi sensor me saktësi ekstreme. Ky sistem ishte zemra e navigimit transatlantik për dekada. Dhe edhe sot vazhdon të jetë aktiv si sistem rezervë në pothuajse të gjithë avionët komercial të botës. GPS-ja erdhi më pas dhe e përsosi gjithçka. Sot, avionët marrin sinjal njëkohësisht nga 8 deri në 12 satelit. Kjo u lejon të llogarisin pozicionin me një saktësi prej më pak se 3 metrash. 3 metra. Në një avion që po përshkon paqësorin natën në 10.000 metra lartësi, pa asnjë dukshmëri nga jashtë. Kombinimi i sistemit inercial dhe GPS-s formon një rrjet redundance pothuajse të pamundur për t'u mashtruar. Nëse njëri dështon, tjetri merr kontrollin menjëherë dhe automatikisht. Por të dish ku je në planet është vetëm një pjesë e ekuacionit. Sepse natën ndryshon edhe ambienti atmosferik. Dhe ato ndryshime ndikojnë në fluturim në mënyra që shumë pak pasagjerë i imagjinojnë. Atmosfera nuk është statike. Ajo merr frymë. Zgjerohet me nxehtësinë e ditës dhe tkurret me të ftohtin e natës.
Dhe këto ndryshime kanë pasoja të drejtpërdrejta mbi mënyrën si fluturon një avion. Gjatë ditës, dielli ngro sipërfaqen e tokës, e cila pastaj ngro shtresën e poshtme të ajrit, duke krijuar rryma ngjitëse të nxehta që quhen termike. Këto rryma janë përgjegjëse për një pjesë të madhe të turbulencës që ndjen në fluturimet ditore, sidomos mbi tokë të thatë gjatë verës. Natën, pa nxehtësinë e diellit, këto rryma zhduken pothuajse krejtësisht. Ajri stabilizohet. Shtresat atmosferike bëhen më uniforme dhe më të parashikueshme. Kjo do të thotë diçka shumë konkrete, fluturimet e natës priren të jenë dukshëm më të qeta se ato të ditës. Nuk është rastësi. Nuk është koincidencë. Është termodinamik e aplikuar. Linjat ajrore e dinë këtë. Dhe kjo është një nga arsyet pse shumë rrugë të gjata janë projektuar që të kalojnë segmentet më turbulente të itinerarit, si zonat e konveksionit tropikal, gjatë orëve të para të mëngjesit, kur atmosfera është në gjendjen e saj më të qetë. Megjithatë, nata ka edhe rreziqet e veta atmosferike. Dhe njëri prej tyre është veçanërisht tinzar, sepse është krejtësisht i padukshëm. Quhet turbulencë në ajër të pastër, ose në anglisht SAT, Clear Air Turbulence. Ndodh në lartësitë e kroqerës, zakonisht mes 8.000 dhe 12.000 metrash, në zona ku rrymat e shpejta të ajrit, të ashtu quajturat jet streams, përplasen me masa ajri më të qeta. Nuk ka re. Nuk ka asnjë shenjë vizuale. Radari meteorologjik i avionit nuk e zbulon, sepse nuk ka lagështi të lidhur me të. Thjesht shfaqet. Dhe mund të kalojë nga 0 në një goditje të dhunshme brenda pak të dhjetash të sekondës. Natën, zbulimi i kësaj turbulence të padukshme varet pothuajse tërësisht nga dy gjëra: raportet e avionëve të tjerë që e kanë kaluar më parë dhe që transmetohen në kohë reale përmes rrjetit të komunikimeve aeronautike, si dhe modelet parashikuese të meteorologjisë në lartësi të mëdha, të cilat qendrat e kontrollit i përditësojnë vazhdimisht. Pilotët e ndajnë këtë informacion me njëri tjetrin sikur të ishte një bisedë mes shoferësh që paralajmërojnë për një grop në rrugë. Me ndryshimin se këtu gropa mund të jetë në 9.000 metra mbi paqësor dhe të lëvizë me 200 km në orë. Dhe duke folur për gjërat që nuk shihen, ka diçka që ndodh në kabinat e avionëve të natës dhe që shumë pak pasagjerë e dinë. Dhe kjo lidhet po aq me sigurinë sa edhe me psikologjinë. Në një fluturim të gjatë nate, pilotët nuk qëndrojnë zgjuar gjatë gjithë 8, 10 apo 12 orëve që zgjat udhëtimi. Rregulloria ndërkombëtare e aviacionit, e vendosur nga Organizata e Aviacionit Civil Ndërkombëtar, e njohur si OACI, kërkon që në fluturime mbi një kohëzgjatje të caktuar të ketë një ekuipazh shtesë. Në fluturimet mes 8 dhe 12 orësh, përfshihet një pilot i 3. Në fluturimet mbi 12 orë, një i 4. Këta pilot shtesë bëjnë të mundur krijimin e turneve të rregulluara të pushimit, ku një pjesë e ekuipazhit flen në ndarje të projektuara posaçërisht, të fshehura nga pasagjerët, ndërsa të tjerët mbajnë komandën. Këto ndarje, që quhen crew rest areas, zakonisht ndodhen mbi kabinën e pasagjerëve ose poshtë dyshemes, varësisht nga modeli i avionit. Në Boeing 777, për shembull, ka një shkallë të vogël që ngjitet pas rreshtit të fundit të klasës ekonomike dhe të çon në një hapësirë me krevate individual, krejtësisht të errët dhe me izolim akustik. Në thelb, është një dhomë gjumi fluturuese në 10.000 metra lartësi. Turnet janë të rregulluara rreptësisht. Asnjë pilot nuk mund të marrë komandën e avionit nëse nuk ka bërë pushimin minimal të kërkuar para uljes. Dhe piloti që merr kontrollin pas pushimit ndjek një protokoll rikthimi që përfshin një përditësim të plot mbi itinerarin, gjendjen meteorologjike, karburantin e mbetur dhe çdo anomali të regjistruar gjatë mungesës së tij. Asgjë nuk merret si e mirëqen. Asgjë nuk mbetet pa u verifikuar. Por ka një moment të veçantë brenda kësaj dinamike të natës që përqendron një tension të posaçëm. Një moment që pilotët e njohin mirë dhe që pasagjerët nuk e shohin kurrë. Ulja gjatë natës është, nga pikpamja teknike, një nga procedurat më kërkuese të aviacionit komercial. Gjatë ditës, një pilot në afrimin final mund ta shohë pistën nga disa kilometra larg, të llogarisë vizualisht trajektoren e zbritjes dhe të rregullojë shpejtësinë dhe këndin duke u mbështetur në referenca të qarta pamore. Natën, kjo perspektivë zhduket pothuajse krejtësisht. Ajo që piloti sheh përpara është një grup dritash piste që dalin nga errësira teksa avioni zbret, pa asnjë kontekst hapësinor rreth tyre. Për ta drejtuar këtë zbritje me saktësi, aeroportet përdorin një sistem të quajtur ILS, Instrument Landing System. Ai funksionon me dy transmetues radioje të vendosur në aeroport, njëri dërgon një sinjal horizontal për të udhëhequr avionin anash drejt boshtit qendror të pistës, ndërsa tjetri dërgon një sinjal vertikal që shënon këndin e duhur të zbritjes,
zakonisht prej 3 gradësh. Avioni i merr të dy sinjalet njëkohësisht dhe autopiloti mund t'i ndjek me një saktësi prej centimetrash, madje edhe në kushte me dukshmëri 0. Në kategorinë më të avancuar të këtij sistemi, të quajtur ILS kategoria 3B, avioni mund të ulet me dukshmëri pothuajse 0, me më pak se 50 metra rreze pamje mbi pistë dhe me një lartësi vendimi 0 metra. Kjo do të thotë se avioni mund ta prek pistën pa parë piloti asgjë në asnjë moment të uljes. Vetëm instrumente, sinjale radioje dhe një kompjuter që e ekzekuton manovrën me një saktësi që asnjë njeri nuk do të mund ta përsëriste me dorë. Dhe megjithatë, edhe me gjithë këtë teknologji, ka diçka që pilotët me përvojë e theksojnë gjithmonë: faktori njerëzor në uljen e natës nuk zhduket kurrë. Sepse në çastin kur rrotat prekin tokën, piloti duhet të marrë kontrollin manual për të frenuar, për të drejtuar dhe për ta ndalur avionin në pistë. Dhe ta bësh këtë natën në një aeroport të panjohur me sinjalistik që shihet vetëm nga disa metra larg, kërkon një nivel përqendrimi që nuk ka ekuivalent në asnjë fazë tjetër të fluturimit. Ka aeroporte në botë ku kjo sfidë shumë fishohet në mënyrë të jashtëzakonshme. Jo të gjithë aeroportet janë njësoj natën. Disa grumbullojnë një kombinim faktorësh gjeografik, meteorologjik dhe logjistik që i kthejnë në skenar me kompleksitet të jashtëzakonshëm sapo perëndon dielli. Aeroporti ndërkombëtar i Katmandus, në Nepal, konsiderohet nga shumë pilotë si një nga më sfiduesit në planet në çdo kusht, por sidomos natën. Ai është i rrethuar nga Himalajet pothuajse në të gjitha drejtimet, me maja që i kalojnë 8000 metrash vetëm pak minuta fluturim larg. Afrimet duhet të ndjekin korridore shumë të ngushta, me manovra zbritjeje që edhe në kushte ditore kërkojnë saktësi maksimale. Natën, me dukshmërinë e kufizuar nga mjegulla e luginës, këta korridore bëhen edhe më të vështirë. Për vite me radhë, uljet e natës në Katmandu ishin të ndaluara drejt për drejt për avionët komercial. Vetëm kohët e fundit, me përmirësimin e infrastrukturës së radionavigimit, janë lejuar operacione të kufizuara natë. Aeroporti i Innsbruckut në Austri paraqet një sfidë tjetër, por po aq intensive. Ai ndodhet i futur në një luginë alpine, me male në të dy anët e pistës dhe me një procedurë afrimi që kërkon një kthes të fortë në sekondat e fundit para prekjes së tokës. Natën, faqet e luginës zhduken pothuajse krejt në errësirë dhe pilotët varen tërësisht nga instrumentet dhe nga një njohje paraprake shumë e detajuar e terrenit përreth. Dhe pastaj është aeroporti Tonson në Tegucigalpa të Hondurasit, i famshëm për një nga afrimet më të shkurtra dhe më të pjerëta në botë, me një pistë që përfundon në një rënje të fortë të terrenit. Operacionet e natës atje janë një ushtrim i saktësisë ekstreme, që mund të kryhet vetëm nga pilot me certifikim specifik për atë aeroport. Ajo që i bashkon të gjithë këta aeroporte është diçka që teknologjia ende nuk ka mundur ta eliminojë plotësisht: nevoja që pas gjithë këtyre sistemeve, pas gjithë këtyre instrumenteve dhe sinjaleve radio, të ketë një qenie njerëzore të trajnuar për mijëra orë, që merr vendime në fraksione sekonde në errësirë. Ka diçka që çdo kush mund ta shohë nga dritarja e një fluturimi natë dhe që pothuajse askush nuk e kupton plotësisht: dritat. Ai grup vezullimesh, ngjyrash dhe pozicionesh që ndriçojnë avionin ka gjuhën e vet, një kod vizual që u lejon pilotëve dhe kontrollorëve ajror të identifikojnë pozicionin, drejtimin dhe llojin e secilës avion në qiell, edhe pa komunikim radioje. Dritat e pozicionit janë më bazike. Jeshile në krahun e djathtë, e kuqe në të majtin, e bardhë në bisht. Ky kombinim ngjyrash nuk është rastësor. Ai vjen drejt për drejt nga nomenklatura detare, e adoptuar nga aviacioni që në vitet e para të tij. Nëse sheh jeshilen e një avioni që po afrohet drejt teje, do të thotë se ana e tij e djathtë është e kthyer nga ti, dhe për rrjedhoj ai po lëviz në një drejtim që nuk do ta pres trajektoren tënde. Nëse sheh të kuqen, avioni po afrohet nga një kënd që mund të nënkuptojë ndërprerje trajektoresh. Kjo logjik vizuale u lejon pilotëve të vlerësojnë trafikun përreth brenda pak sekondash, edhe natën. Dritat stroboskopike, ato pulsimet e forta të bardha që ndodhen në skajet e krahëve dhe në bisht, kanë një funksion tjetër: dukshmërinë maksimale në distancë. Ato mund të shihen nga më shumë se 20 kilometra larg në kushte të mira atmosferike dhe janë projektuar pikërisht që asnjë avion tjetër në hapësirën ajrore përreth të mos mund ta injorojë praninë tënde. Ato ndizen në momentin e ngritjes dhe fiken vetëm kur avioni largohet nga pista pas uljes. Dritat e uljes, ata projektor të fuqishëm të bardhë që hapen në hundën e avionit dhe në krah gjatë afrimit final, ndriçojnë pistën nga larg dhe i japin pilotit një referencë vizuale të drejt për drejt në metrat e fundit të zbritjes. Janë aq të fuqishme sa mund të verbojnë një pilot tjetër nëse i sheh përballë. Pikërisht për këtë arsye, procedurat standarde kërkojnë që të fiken pasi avioni kalon një lartësi të caktuar gjatë ngjitjes.
I gjithë ky sistem dritash formon së bashku një gjuhë të heshtur që flitet në 9000 metra lartësi në errësirë mes avionësh që nuk e shohin kur fizikisht njëri tjetrin, por që komunikojnë vazhdimisht me pulsimet e ngjyrave. Në një farë mënyre, është një bisedë që prej dekadash zhvillohet mbi kokat tona, pa e ditur shumica e njerëzve. Herën tjetër që të jesh në atë sedilje, me errësirën në anën tjetër të atij ovali plastik, dhe të shohësh atë drik të vogël jeshile që pulson në majë të krahut, do ta dish se nuk po noton në zbrazët i. Je brenda një prej sistemeve më të sofistikuara që ka prodhuar ndonjëherë inxhinieria njerëzore, ku fizika, elektronika, meteorologjia dhe trajnimi njerëzor punojnë së bashku në sinkroni të përsosur për të bërë diçka që, po ta mendosh mirë, mbetet ende e jashtëzakonshme, të kalosh planetin në errësirë dhe të mbërrish saktësisht aty ku duhet. Nëse ky lloj historish për atë që ndodh pas asaj që shohim gjatë udhëtimeve të zgjon po aq kureshtje sa zgjonte ne, ti tashmë e di ku të gjesh më shumë. Faleminderit që e pe videon.